Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Allahu dhuron mirësi pa kufi. Në rrjedhën e jetës njerëzore, ku sprovat dhe begatit ndërthuren si fijet e një pëlhure të padukshme, besimtari gjen një të vërtetë të thellë që e qetëson shpirtin dhe e forcon zemrën, dhe ajo është Allahu është dhuruesi i çdo mirësie. Nuk ka mirësi që prek një jetën e njeriut, qoftë e dukshme apo e fshehtë, veç se buron nga mëshira e pafundme e Zotit të gjithësisë. Kjo është një vërtetë që Kurani e shpallqart dhe që hadithet e profetit Muhammad dhe ehlibetit të tij të pastër, paqja qoftë mbi ta të gjithë, e shpjegojnë me një thellësi që prek zemrën dhe zgjon ndërgjegjen. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Çdo mirësi që keni, ajo është prej Allahut. Ajeti 53 i surës Nahl. Ky ajet është një dritë që ndriçon çdo aspekt të jetës sonë, duke na kujtuar se çdo frymëmarrje, çdo sukses, çdo qetësi shpirtërore është dhuratë nga ana e Zotit të gjithësisë. Njeriu shpesh harron burimin e mirësive dhe i atribuon ato mirësi që ka nga vetja e tij dhe nga rrethanat. Por Kurani e rikthen në realitetin e vërtet, ku Allahu thot: çdo mirësi është shenjë e mëshirës së Zotit të gjithësisë. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ai ka thënë: mirësitë janë të lidhura me falenderimin. Nëse falenderon, ato mirësi të shtohen, dhe nëse nuk falenderon dhe mohon, ato mirësi të largohen. Dhe kjo thënie e këtij imami është një këshillë e madhe morale për të gjithë ne, por njëkohësisht është edhe një ligj shpirtëror që rregullon marrëdhëniet mes njeriu dhe krijuesit, sepse falënderimi është çelësi që hap dyert e mirësive të reja, ndërsa mosmirnjohja i mbyll këto dyer. Allahu e përforcon këtë parim në Kur'an teksa thot: nëse jeni mirënjohës, unë do t'ua shtoj mirësitë. Ajeti 7 i surës Ibrahim. Ky premtim hynor është absolut dhe i pakushtësuar. Ai nuk lidhet vetëm me pasurinë materiale që mund të ketë njeriu, por përfshin dhe një dimension tjetër të jetës, cila është paqja e brendshme, shëndeti, suksesi dhe udhëzimi në rrugën e drejtë. Në fakt, shpesh mirësia më e madhe që Allahu i jep njeriut në këtë botë nuk është ajo që shihet me sy, por ajo që ndihet në zemër. Nga një këndvështrim shkencor, koncepti i mirënjohjes është studiuar gjerësisht në psikologjinë moderne, dhe këto studime tregojnë se njerëzit që praktikojnë mirënjohjen kanë nivele më të ulta të stresit dhe janë me shëndet më të mirë mendor. Kjo përputhet në mënyrë të mrekullueshme dhe me mësimet islame, duke treguar se ligjet shpirtërore të shpallura në Kuranin famëlar janë në harmoni të plot me natyrën njerëzore. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shiko, ata që janë më poshtë jush në gjendje dhe mos shiko ata që janë mbi ju, sepse kjo është më e përshtatshme që mos të nënvlerësoni mirësitë e Allahut. Ky hadith na mëson një perspektivë jetësore që ruan zemrën nga lakmia dhe pakënaqësia. Kur njeriu shikon atë që ka dhe jo atë që i mungon, ai fillon të kuptojë se është i rrethuar nga mirësitë e panumërta nga Zoti i gjithësisë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu i jep mirësitë dhe atij që e do dhe atij që nuk e do, por besimin i jep vetëm atij që do, thot Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të. Dhe kjo thënie tregon se mirësitë materiale nuk janë gjithmonë shenjë dashurisë hynore, por mirësia më e madhe që Allahu i jep një njeriu është udhëzimi dhe afërsia e njeriut me Zotin e gjithësisë. Kur njeriu e kupton se çdo mirësi është dhuratë nga Zoti nga Allahu madhëruar, ai fillon të jetojë me një ndjenjë për ulësie dhe përgjegjësie njëkohësisht, sepse
në këto momente ai nuk bëhet më arrogant për sukseset e tij, sepse e di se gjithçka që ai zotëron vjen nga rezultati i përpjekjeve të tij dhe burojnë nga bekimet e dhuruara nga ana e Allahut të Madhëruar. Allahu thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. Ndoshta ju e urreni një gjë, por ajo është më e mira për ju, dhe ndoshta ju doni një gjë, por ajo është e keqe për ju. Allahu e di dhe ju nuk e dini. Ajeti 216 i surës Bekare. Dhe ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues është një ftesë për një besim të thellë dhe një dorëzim ndaj vullnetit hynor dhe Allahut të Madhëruar. Pra ta kuptosh se Allahu është dhuruesi më i madh për të gjithë mirësitë që ne kemi në këtë botë dhe ai dhuron mirësi, do të thotë të jetosh me një zemër që falenderon, me një mendje që reflekton dhe me një shpirt që beson në Zotin një dhe të vetëm. Të besosh që Allahu dhe të kuptosh që Zoti i gjithësisë na dhuron mirësi të pakufishme, do të thotë që të shohësh dorën e mëshirës hynore në çdo detaj të jetës tënde. Dhe kur njeriu arrin këtë gjendje, ai nuk është më i varur nga rrethanat, por ai don thjesht se të jetë më pranë krijuesit e tij, Allahu të plotfuqishëm. Kështu pra, jeta e një besimtari të vërtet bëhet një udhëtim i bukur midis falënderimit dhe besimit, ku çdo mirësi është shenjë dashurie ndaj Allahut dhe çdo mirësi dhe moment që Allahu jep të mirë në këtë jetë, ai e afron më shumë drejt ky moment e afron më shumë njeriu besimtar sidomos drejt Allahut të Madhëruar. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu. Allahu na mbarsoft, na dhënë më të mirat dhe na bëft për atyre të cilët e falenderojmë Zotin e gjithësisë në çdo moment të jetës tonë. Tashmë ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.